Martini sot do të festonte 15 vjetorin e lindjes. Prindrit I shkojnë tek vari me lule dhe tollëmbace. Kjo ditë do të ishte plot gëzim për familjen Cani, kur djali I tyre I madh, Martini, do të mbushte 15 vjeç, por ky përvjetor, ndryshe nga çdo tjetër, nuk u prit me fest. Prindrit e Martinit u zgjuan me një boshllëk në zemër, me lule të bardha duke shkruar emrin e djalit të tyre dhe disa tollëmbace. Ata shkuan këtë të diel në Vareza. Martin, ylli më I bukur I qiellit, shkruaj në një kornizë që ata lan pranë varit të tij. Martini iku nga kjo botë shumë shpejt. Ai humbi jetën në 18 nëntor jashtë ambienteve të shkollës Fanoli në Tiranë. Bashkëmoshatari I tij, Mario Përlesha, akuzohet si autor I ngjarjes. Nga sheri mbeti I lënduar dhe shoku I Martinit, Luis Meqja.